këtu kam një polemik të vogël për që është që i përket drejtave dhe lirive të njeriu. Ajo që po bën SPAK-u me Ilir Metën, me Erion Velin, edhe na po e harrojmë edhe një njëtër, që është në burg që sa, Ilir Beçaj, edhe është i harruar si jamër, është tortur. Do me thënë, është përtej gjdo limiti që ka të bëjmë me drejtave dhe liritë e njeriu. Nëse ju respektojmë, nëse jem në një vend jo demokratik, dhe tash, më thuj... Tjetër bised kjo. Jo, s'është tjetër bised. A dim se... Je përgjigje kësaj. Jo, Anton. Ndryshimi sotëm nuk je përgjigje kësaj. A di kur e upa autoritetin SPAK-u, kur e mani Ilir Metën, pa e ngrita këtë akuzën 2 vjetë. Ky ndryshimi sotëm nuk je përgjigje kësaj. Jam dakord me këtë. Jo. A ndryshon politikën penale. Anton, vetëm të lutem. Po kjo nuk je përgjigje. Jo, Anton. Jo përkundra si. Nuk e ndalon heqjen e imunitetit, pezullimi. Nuk e ndalon heqjen e imunitetit. Pra kjo masë merret tani. Ai thotë, o pezullimi që është masë më e lehtë ose do të kërkojmë heqjen e pushtetin e caktuar. Jo, unë jam ndara, por tani leshemi kush do që vjen ligjet ndërtohen jo për një situatë, po për të ardhmen. Pikërisht pra për jo kakofoni. Ndryshimi ai je Antoni me Yna Agroni. Jo, vetëm cito me Antonin e kam. Të lutem Antoni. Si është e mundën që presidenti i Republikës me pas bën masakër, nuk mbahet 2 vjet në paraburgim. S'ka kuptim. Ish presidenti. Ish presidenti. Ajo është president për mu. Ish president, ajo është president për mu. Jam dakord me ty. Por, këndryshimi... Dhe kështu upa autoriteti. Këndryshimi sotëm garanton që ish presidenti do të dalë nga burgu? Nuk e dia garanton. Ta e kanë sjell kushtet. Po nuk lidet, nuk rregullon këtë situatë i thotë. Jo. Naja kemi dhënë të drejtën. Jo rregullon vetëm situatën, garanton vetëm situatën e Ramës. Ai po flet për arbitraritet të SPAK-ut. Arbitrariteti është tjetër çështje. Na vllasim për ndryshimin. Kjo nuk është nivel paraburgimit, kjo është torturë. As për çështjen e vet. Jo, kjo nuk quhet juridike, quhet torturë. Jam dakord. Torturë është. Por hajde bëjmë. Po nëse jetë çysh cila është më e rëndësishme, me fol për pezullimin apo për torturën. Jam dakord unë. Çysh presidenti i Republikës rrit 2 vjet në paraburgim. Ne të gjithë mund të jemi dakord. Ndoshta edhe zoti Shehemi, zoti Shehesh mbrojtës shumë i SPAK-ut. Që ne mund ta rishikojmë çështjen e reformës në këto drejtime. Po. Por ndryshimi i sotëm, ky ndryshim i sotëm nuk garanton asgjë nga ato i thuati. Nuk e lehtëson çështjen politike. Pas ka më shumë probleme. E di sa janë shqiptarë, e di sa janë dhe sa kanë qenë shqiptarët do 35 vjet që kanë ndëtur 2 vjet në paraburgim, si edhe më shumë se Ilir Meta. Kjo kishte prioritet, kjo çështje. Me mira. Dakor? Me mira. Kurse ju tani apo si Ilir Beçaj apo si Erion Velin, nuk i kanë vjedhur qytetarët shqiptarë, kanë bërë krime. Po nuk kanë vjedhur qytetarë shqiptarë, nuk i kanë larguar ata nga vendi i tyre, nuk i kanë ndarë nga familjet e tyre. Unë këtë populizëm nuk e... Jo. Vazhdo ti me kamerën fol, jo me mu. Këto janë fakte, Baton, ty s'të vjen mirë, këto janë fakte, se ti sike. Ti nuk i ke, Baton, ti e ratë tu. Po ka nikur nga këto gjëra ka nikur. Ka nikur shqiptarët. Sepse i kanë vjedhur, se su kanë dhënë pronat, Baton. Ka shumë arsye. Jo, ka shumë. Këto janë disa për korupcioni, më falë. Jo, në 35 vjetë, ka nikur në thënjëshin. Po ti ke qenë të parë që ike. Po, në thënjëshin. Po ti pse ike? Po ka nikur për të arsye. Në thënjëshin. Po kush ka ikur të thënjëshin? Jo, minut. Dakor, jo, po të shpikoj jo. Pse ke ikur ti? O, Julli, në thënjëshin ka nikur... Ti ke ikur Agron për shkak të aftësive që Por unë kam kishte. Për të bërë biznesmen dhe për të bërë më shpejt. Po pra 13, s'ka rëndësi. Të gjithi morë në anijet dhe me që bëmë një pyetje personale. Unë kam iku isha 13 vjeç, mua më morën për dorë dhe ikëm. Dakord? Sepse donin të më jepin një edukim tjetër, një jetë të mirë. Kështu e pat arsyeshme. Jo, një sekond. Ka një dëllim shumë të madh. Sepse në thënjësh ishte në thënjësh i dilni me diktaturë, ishin gjithë brenda saj atij regjimi, dakord? Po pastaj vazhduan e ikën në Ylli. Dhe pas 10 vjetësh në 2001-shin, në 2011-ën, në 2021-shin, vazhdojnë ikin dhe sot Ylli. Nuk ikin më nga diktatura, nuk ikin më nga pasojat e diktaturës, po ikin nga korupcioni Ylli. Kjo është arsyeja pse ikin njerëzit. Tani, ajo që ne kemi dashur në këtë vend dhe që po ndodh, po nuk është perfekte, qartësisht nuk është perfekte, dhe unë kam shumë kritika, por më në fund po ndodh që nuk kam më të paprekshëm. Askush nuk e imagjinon të dot
që një kryeministër, një ish kryeministër, apo një ish president, apo një kryetar bashkie të jenë në burg. Askush nuk e imagjinon të dot, sepse i shikonim si të paprekshëm. Mos mendoni ju se mua mbet qefi që Ilir Meta, apo Rion Velia, apo të tjerë janë në burg. Mua nuk mbet qefi para s'kënd që është... I njojnë si emra se kam plot. I njojnë si emra se ka plot. Baton, vetëm ta mbaroj. Nuk është kjo dhe nuk i intereson njerëzve. Njerëzve ju intereson që në Shqipëri më në fund mos të ketë paprekshëm. Njerëz mos të ketë më pushtetar që vjedhin aptas dhe nuk ndodh asgjë. Dhe nuk dalin para drejtësisë. Dhe tani ajo që na çudit gjithë dhe mua personalisht dhe më vjen shumë keq, që studio më studio ka njerëz që në vend që të jenë me drejtësinë, pavarësisht se nuk është perfekte, në vend që të mbështesin Spakun, në vend që të mbështesin Spakun pas sulmeve që po i vinë nga politika, janë arrestuar me të korruptuarit, ose të paktën më fal, me të akuzuarit për korrupsion. Ai ti do të gjithë një. Jo, unë nuk i dua të gjithë një, po unë dua të paktën pak moral, jo shumë. Për shembull ne pak moral. Jo, më fal një sekond. O Ylli, është diversion. Po çfarë ti bëjmë tani? Vorësisht e mundur që janë gjithë me më të fortë këtu. Unë jam në parlament, janë të gjithë me të korruptuarit. Dalë nëpër studio, të gjithë me të korruptuarit. Tani si t'ja bëjmë edhe? Se si të gjithë rastisht janë rastisht Ylli thjesht për efekt të diversitetit është? Jo, ka ndryshuar. Mos se mua më lind dyshimi, mos vallë janë me të korruptuarit se kanë një interes? Thjesht më lind dyshimi, se shqiptarët janë... Dgjoj, shqiptarët duan drejtësi. Ashtu, po mirë, dakor. Po ti themi gjërat, jo për diversitet. Po jo për diversitet. Tani më fal, të dalësh çdo ditë, të thuash, si bën Batoni, të dalësh çdo ditë të thuash, ikën amerikanët, s'ka më amerikan, do të rreqin përfaqësuesit ambasadës amerikane se nuk janë të kënaqur. Është gru shteti nga anë e prokurorëve. Prokurorët dhe gjykatësit janë po bëjnë republikën e tyre kundër padrejtësisht kundër politikanëve që këtu janë të kulluar. Po për të tjetë thua, se s'po të tjetë. Kur e përfundon... Do i nxjerrim. Ti the ikën amerikanë, se tashun. Ti çdo ditë bën nga një shkrim kundër Spakut, kundër drejtësisë në mbrojtje të korruptorit. Tani këto janë fakte, qëndroj. A je në rregull? To janë fakte. Se me që kush është politikan është populist, kurse ti që i qënge gazetar dhe analist, ti që me të vërtetë. Cila është e vërteta? Cila është e vërteta? Është e vërteta apo s'është e vërtet që Shqipëria është një vend më të korruptuar në Europë? Është e vërteta apo s'është e vërtet që kësi vjet korrupsioni në Shqipëri, perceptimi i korrupsionit kuptohet, është rritur? Si pas Transparency International. Është e vërtet apo jo? Është e vërtet apo s'është e vërtet? Më falni sekond, që ka përgjime ku dalin se si ndajnë tenderat dhe me porositë e Tiranës. Janë fakte. Është e vërtet apo s'është e vërtet që gjithë ndërkombëtarët, të cilët ne shohim si model, se vinë nga perëndimi, sepse ne mendojmë që ata din kur flasim